Izraeli ka kryer një sulm ndaj kryeqytetit iranian Teheran, duke synuar programin bërthamor të vendit. Këtë sulm e vran gjithashtu disa zyrtar të lartë ushtarak si dhe shkencëtar bërthamor. Irani është kundërpërgjigjur duke lëshuar të paktën 100 dronë drejt Izraelit. Forcat e mbrojtjes izraelite thanë se po punojnë për të kapur dronët e kundërshtarit, ndërsa në vend është shpallur gjendje e jashtëzakonshme. Sulmet e Izraelit ndaj Iranit thuhet se vran Hossein Salami, kreun e korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, si dhe shefin e shtabit të forcave të armatosura iraniane. 2 shkencëtar të lartë bërthamor u vran gjithashtu. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se sulmet ishin një operacion ushtarak i synuar për të mbrapsur kërcënimin iranian ndaj vetë mbijetesës së Izraelit, duke pretenduar se nëse nuk ndalet, Irani mund të prodhojë një armë bërthamore në një kohë shumë të shkurtër. Qeveria iraniane tha se sulmet e Izraelit kishin vërtetuar se nuk i përmbahet asnjë rregulli të së drejtës ndërkombëtare. Ne pohojmë të drejtën tonë për t'u hakmarrë dhe do t'i përgjigjemi këtij entiteti terrorist me vendosmëri, u shprehën burimet zyrtare. Udhëheqësit izraelitë e cilësuan sulmin parandalues si një luftë për mbijetesën e kombit, duke shtuar se ishte e nevojshme të parandalohej ajo që ata e përshkruan si një kërcënim bërthamor. Netanyahu tha se Izraeli shënjestroi si strukturat bërthamore ashtu edhe ato ushtarake. Mund të ndodhë për një vit, mund të ndodhë brenda pak muajsh, tha ai, duke u referuar kërcënimit bërthamor, ndërsa u zotua të vazhdonte sulmin për aq kohë sa të ishte e nevojshme. Nuk është e qartë nëse avionet izraelit hynë në hapësirën ajrore iraniane apo thjesht qelluan të ashtu quajtura raketa të palëvizshme nga një distancë e largët. Sulmi vjen ndërsa tensionet kanë arritur maksimumin mbi programin bërthamor të Teheranit, që përparon me shpejtësi. Bordi guvernatorëve në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për herë të parë në 20 vite e kritikoi Iranin për mos bashkëpunimin me inspektorët e tij. Ndërkohë sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se Izraeli ndërmori veprime të njëanshme kundër Iranit. Ne nuk kemi të përfshirë në sulme kundër Iranit dhe përparësia jonë kryesore është mbrojtja e forcave amerikane në rajon, tha Rubio në një deklaratë të lëshuar nga Shtëpia e Bardhë. Rubio theksoi se administrata Trump ndërmori hapa për të mbrojtur forcat e saj dhe mbeti në kontakt me partnerët. Ai gjithashtu lëshoi një paralajmërim për Iranin se nuk duhet të synojë interesat ose personelin amerikan në rajon.